Selamu alaikum, a gjuna të ndjekim meshkuj që flasin për islamin rrjetet sociale. Aleikum selam. Po besoj me fjalën të ndjekim meshkuj e ke për qëllim t'i përcjellim faqet e tyre, t'i bëjmë follow kështu me radhë. Ne parimisht themi nuk ka problem një gjë tillë, por duhet kem parasysh ku e marrim, prej kujt e marrim fen. Nuk kem nevojë me marr fen prej çdo djalit i cili hap faqe në rrjetet sociale. Feja duhet më marr prej njerëzve të cilët janë të kualifikuar për ta. Unë e di se mund të më kundërshtosh mund duke thonë, po ai nëse përmend ajete dhe hadithe, do të thonë i argumenton me ajete me hadithe çka ka lidhje pse sa hoç. Jo, ka lidhje. Ka lidhje se na duhet me ditë se adresa sakte mësimeve islame kush është. Janë parimisht Kurani Sunetit, pastaj komentues të Kuranit Sunetit hoxhallarët. Po kështu që më mirë fokusohet te hoxhallarët, të dëshmuar, të ata të cilët kanë dije, kanë dëshmu veten me dije, me punë, me aktivitet, me sinqeritet, etj. Nuk them që është e drejt ekskluzive veç hoxhallarëve, por praktikisht është më mirë mu marrë veç me adresat e besueshme të njerëzve që i nje kret dunjaja.